arritur të përfuajtë që ne kemi kaluar së bashku. Tani është momenti që me nder e mirënjohje e prezantojmë me krenari autorin e librit Neoshqiptarizmi, zotin Arlan Galdini. Ju ftoj ta dëgjoni, ta lexoni dhe mbi të gjitha ta ndjeni, sepse ajo që ai sjell sot me madhësinë e madhe është një thirrje pastër për zgjim, bashkim dhe lartësim kombëtar. Shumë faleminderit. Nëse do të thoja faleminderit gjithëve do ishte pak. Por ajo që po më dhuroni ju sot këtu me këtë mikpritje, në fakt është as më shumë dhe as më pak, por ajo që unë kam patur si ëndër, si vizion, si qëllim, kur kam vendosur ta shkruaj këtë libër. Unë kam dashur të bëj një udhëtim në mendim, në analizë, në shqyrtim, për me kuptu shqiptarin, për me zbulu shqiptarin, dhe ndonjëherë kur ti nisesh në udhëtim, ti bën pyetjen, ore, a ekziston vërtet? Pra nëse unë po shkoj drejt ti, a do ta gjej aty? A do gjej gjuhën historike? A do gjej gjuhën akademike? A do gjej prova? A do gjej dëshmi? Sot, pa hyrë fare të ke shkuara, unë bë them që ja dëshmia ashtu mes koplikut të qendra kulturore Arka bashkë me ju. Që shumë faleminderit sepse ju jeni ai shqiptari që unë po kërkoj ta risjellë. Kush ka qenë qëllimi i këtij libri? Ne kemi 35 vite që përpiqemi, rrëzohemi, ringrihemi prapë, vuajmë, dëshpërojmë, por çuditërisht kemi ndërtuar një mendësi që na ka çuar në dy shtrate që nuk përputhen me të vërtetën tonë. Pra ne jetojmë në një realitet që nuk ekziston psikologjikisht. Ne jemi një popull që po thyejmë rekordet në ikje, madje shpeshherë ne shohim që në Bashkimin Evropian, në Britaninë e Madhe dhe në vende të tjera, numri i shqiptarëve që largohen nga Shqipëria dhe kërkojnë azil politik është në 3-shën e parë, në 5-shën e parë, krahasueshmërisht me vende që janë vende lufte, vende konflikti, vende zjarri. Po ne nuk jemi vend lufte. Pra këtu ka diçka që shkon. Dhe gjëja tjetër që ne kemi ndërtuar, pra që është në imagjinatën tonë. Çuditërisht, ne kemi mbjellë një ndjesi dëshpërimi dhe ankimtarie masive. Në çdo kafene, në çdo bisedë, në çdo drek, në çdo darkë, në çdo pagzim apo në çdo sunetullik, në vaki apo në dasma, në tavolinat tona ne vetëm ankohemi, zbohet, është keq, si janë mirë punën, fashëtemojmë, komentojmë, shprehim opinione, nuk ndërtojmë. Ne kam pyetur shpeshherë vetëm, po pse kjo gjë? Zoti na ka bekuar me mbi 300 ditë diell. Ja një prej tyre. Zoti na ka bekuar me të gjitha mrekullitë natyrore. Ato që janë mbi tokë, që i shohim me sy, por dhe ato që janë nën tokë, që i dim e shumë që nuk dim. Pse ka shumë ankimtari? Pse ka shumë dëshpëri? Një poet që më pëlqen shumë thotë: kush ankohet është si t'i lutet 2 herë dreqit. Dhe nuk e duket se shpeshherë neve me këtë ankimtarin tonë kemi bërë kaq shumë lutje ndaj dreqit sa thuhet na shkojmë apo na duket se na shkojmë dreqe për dreq.
dhe nuk gjejmë më zgjidhje. Ne jemi si ai udhëtari që nuk ka destinacion. Vetëm u rreh këmbëve, e ngrah këmbëve dhe ecën dhe ti thua, po ku po shkon? A do me ndalë diku? Jo, ne nuk kemi ndalje, vetëm ecim, e rendim si të marrë. Përgjigja e parë që kam në vetes është kjo, po, një sekundë. Ne në 50 ditë e diktaturë, u identifikuam si njeriu i ri, si njeriu i partisë, si njeriu që i shërben partisë, i bindet partisë, i jeton me partinë, për partinë, madje edhe dollim e ka për partinë, pastaj për djalin, për vajzën, për të afërmin. Dhe ky ishte rënimi i parë. E eksplorova dhe shqyrtova të gjithë dhe më rezultoi që inxhinierizimi human që vendet bënte komunizmi në 50 vite, në fakt ka qenë akti më i pastër anti-shqiptar. Ka qenë atentati drejt për drejt ndaj shqiptarit dhe identitetit tonë si shqiptar. Ajo që u quajt reforma e madhe e emancipimit, në fakt ka qenë një operacion i mirë strukturuar, i cili ka synuar realisht dhe vërtetësisht të këpus rrënjët me traditën, me familjen, me virtytet, me doket dhe zakonet tona, me mënyrën si ne ishim mësuar, rritur, edukuar, mëkuar, dhe dal nga dal, vit pas viti dhe dekad pas dekade, komunizmi na e shqeu identitet. Na e shqeu identitet. Gjë e parë që na bën na vranin ullat. Nëse ne u këndonim fëmijëve për trimrit, për trimat ta, edhe një kohë që këndonim për partinë. Na vranin ullat. A e dini sa i trisht është një kombë që nuk ka një ullat? A e dini sa e vështirë është për një prind, për një nën, për një babë, të arrisë fëmijën pa një ulla, mos ketë një këngë me cilën t'i këndoj fëmijë se si do të ai të bëj fëmija, se si do të ai të rritej fëmija. Ta qetësonte, por edhe ta ndërtonte njëkohësisht. Qetësim dhe ndërtim. Se një ullat që në lashësi nuk kanë qenë vetëm ai zëri i nënës që jepte paqe fëmijës. Po kanë qenë ato fjalët që pastaj i buçisnin në subkonscient, në ndërgjegje fëmijës dhe rrisnin që unë duhet të bëhem si ky hero, si ky njeri për cilin do të duar nëna. Pra na vranin ullat. Na vran besimin tek familja, sepse na thanë që familja nuk ka rëndësi. Partia është në gjithçka. Partia është prindi. Ai udhëheqësi është baba. Dhe keni vërë edhe sot me udhëheqësit dhe baba, kemi një mani që të gjithë udhëheqësit quhen baba, kjo është baba. I shohim si baballar udhëheqësit, ndërkohë që udhëheqësit janë kalimtar. Nuk ka udhëheqës providencial. Ka ikur koha, epoka e udhëheqësve providencial, por ne akoma jemi aty, se nuk kemi shkëputur me kjo. Por ata vranë edhe besimin sepse mjafton të shikoni statistikat. Nga vetë instituti zyrtarisht i dosjeve, rezulton që ka qenë 400.000 fuksa. 400.000 fuksa. Kuptosh do të 400.000 fuksa? 400.000 fuksa do të thotë që ne edhe kur marrim pirunin për me ngrënë, 1 në 3 gisht spionon pirunin. Jo 1 në 3 njerëz, por 1 në 3 gisht spionon pirunin. Pra imagjinoni pak sa e tmerrshme ka qenë. Ajo që na erdhi si e vërtet të
të cilën pastaj u vit tek momenti i dytë, ne dështuam pas 19-s ta shërohemi. Nga njeriu i ri i komunizmit, udhëheqësit e pas 19-s, të gjithë, majtas, djathtas, të gjithë, sado gjigant të mëdhenj, legjendar tjerë, të gjithë në vend të ktheheshin administrator të virtyteve, njerëz të ndriçuar që e ngrenë shoqërinë. Se liderët e vërtetë janë ata që përpiqen që nëpërmjet lirisë të inkurajojnë, të ushqejnë, të furnizojnë, të fuqizojnë virtytet e një shoqërie. Imagjinatën, inovacionin, risin, talentin, zotësit. Jo, liderët e pas 19-s i ranë qyrit. Ata thanë, okay, shqiptari që nga me identitet të shqyrë, atëherë ne po administrojmë veset. Dhe pas 19-s, liderët që nga erdhen liderë që shfrytzuan veset dhe dobësit e shoqërisë shqiptare. Nuk investuan për të dritë që shoqërinë nëpërmjet virtyteve, por u interesonte ajo rënja jote. Praktikisht nga njeriu i ri kaluam tek njeriu i zbrazët. Dhe vetëm njeriu i zbrazët e shpjegon këtë braktisje masive. E keni vënë që shpeshherë fëmijët, po e diskutonim ndërsa po vinim këtu, ne jemi të katër që kemi ardhur me Arsenin, me Gendën e jemi prindër të ri. Edhe po diskutonim për fëmijët që shkojnë, ti u aplotëson dëshirat, i çon tek lodrat, luajnë, prapë thua, u kënaqë, jo s'u kënaqë. I jep të shohë televizorin, shikon televizorin, thua, u kënaqë, jo nuk kënaqë. Pastaj ti jep një video game celular, prapë thot nuk u kënaqë, nuk kënaqet kurrë. Çuditërisht, edhe ne jemi bërë si ata fëmijët që çfarëdo që të kemi rreth e qartë, ndihemi të pakënaqur, ka diçka që nuk shkon me ne. Po kjo vjen sepse ne jemi të zbrazur. Ne jemi të zbrazur, jemi tashmën atë gjënin tonë primitive, jemi si fëmija që nuk dim me u kënaqë, se nuk dim me e përpunu dot atë që ndodh. Na kanë kthyer në fëmijë si shoqëri. Por me një fatkeqësi të madhe. Jemi fëmijë, por na kanë vrarë pafajësinë, se fëmia është i pafajshëm. Jemi fëmijë, por plot me fajë dhe mëkat mbi shpirt. Dhe kjo ka komplikuar shumë realitetin. Sepse ne kërkojmë zgjidhje dhe ka raste që kërkojmë zgjidhje tek politika, më shumë duke politika, sepse kështu na ka mësuar Partia nën që lindi pastaj Partitë Biza mbas 90-s. Politika vetëm ajo na e ndryshon çdo gjë. Ky lider apo ai lider, kërkojmë shpëtimtar. Udhëheqësin e shohim si shpëtimtar, vetëm ky na e ndryshon. Vetëm ky e bën. Vetëm ky e zgjidh. Por nëse ne vazhdojmë të shkojmë gjatë në këtë drejtim, atëherë do vi një moment, do vi një kohë që ne do kemi të shmontuar dhe do kemi zhbër ja këto komunitetet e bukura. Ja ky komuniteti. A e dini që revolucioni në Francë nuk ka lindur në Sheshën, ka lindur në sallonet e Madame de Staël. Revolucioni Jean-Jacques Rousseau-ja, Diderot, mendimtarët e mëdhenj, Voltaire, nuk mblidheshin në Sheshën. Mblidheshin tek Madame de Staël. Një grup njerëz dhe imagjinoni pak sa Shqipëri e bukur jemi ne. Kur jeton në Tiranë, ti nuk e ke idenë që po të vish në Koplik, gjen disa dhjetra njerëz që janë shumë më plot në mendim dhe shumë më të plot në informim i drejtorisë sa gjen në Tiranë. Ja, ju jeni salla e optimizmit për shumë. Ju jeni salla që po ta çosh në Tiranë, ti s'kido në Tiranë. E bën shumë të bukur dhe Tirana dhe gjithë Shqipëri. Dhe unë po ju them nga eksperienca ime personale që kam parë në çdo qytet, madje edhe në qytete të humbura që Shqipërisë aty ku ka petrolja. Kam parë që ekzistojnë pra komunitete të tilla, por ne kemi vrarë komunitete se ne presim atë babën. Ne vrasim fuqinë e njëri tjetrit.
atë që mund të bëjmë së bashku, kohezionin që mund të ndërlidhim së bashku, fuqinë që mund t'japim së bashku, se e presim nga ai. Dorëzohemi, i lëm armët, e lëm veprën tonë në mes, sepse themi prit pak se do vi ai. Dhe kur na zhgënjejnë ata, kërkojmë prapë në shpëtimtar të ri. Dhe hidhemi nga një shpëtimtar tek një shpëtimtar, gjithmonë kërkojmë modelin providencial të liderit. Po kjo nuk përputhet me 3 gjëra. Nuk përputhet me lirinë, nuk përputhet me demokracinë, por nuk përputhet as me kombëtarinë. Se kombet nuk janë kurrë vepra e një njeriu. Që pas revolucionit francez, kombet ka qenë vepër e bashkësive intelektuale. Nuk ka qenë kurrë vepër e një lideri. Madje kombi lindi kur prej koka mbretit, mos harroni, simbolikisht. Kur i prej kokën mbretit dhe ja pan dhe thanë, ore prit pak se ky nuk e pas ka gjakun blu. Ky e pas ka gjakun e kuq si ne thanë. Në momentin që i prej kokën mbretit, lindi kombi. Dhe unë dua me këtë libër, po them shqiptarëve, e dini si është puna? Ne mund të kemi të gjithë bindje të ndryshme politike, besime të ndryshme fetare, përkatësi të ndryshme, po themi në komunitete, në status social, në mënyrë se si mendojmë jetën, opinione krejt të ndryshme, krejt kundërta. Po ky vend do të funksionojë kur e kuptojmë një gjë të thjeshtë. Që nëse debatojmë në ide, unë mos jemi kurrë dakord me idenë e njëri tjetrit. Por gjithmonë, përballja me ide na çon në një hap më lart, sepse edhe nëse unë errëzoj idenë e Ilmi Kurtit, shpesh që se ndodh, po që po e marrim potencialisht, ama nëse Ilmi Kurti ka ardhur dhe ka përballë idenë tjetër, nga thonë unë e mendoj kështu, unë mund ta rrësoj, por e sigurt është që ideja e Ilmi Kurtit më ka shtyr mua që unë mendoj një ide më të mirë. Përballja në ide, sjell dialektik, sjell zhvillim. Çfarë bëjmë ne? Ne nuk përballemi në ide. Ne vrasim njeriu dhe kemi gjithë punë me ide. Dhe nuk ka nevojë ta vrasësh fizikisht. Çfarë bëjmë? Lëre pa bukë. Izolohet. Mbytë. Krijoi arrest dhe rrethim social. Dhe këto partit tona e kanë kulturën e partisë punës të shkëlqyer, thonë ai zbon. S'është gjë. Është i keq. Është mashtrus. Është i ligë. Dhe përhapet fjala, sepse partit kanë ushtri. Partit kanë ushtri dhe në qoftë se ty do të ta marrë fytyrën dhe erëzin një parti, mjafton ta shpërndaj fjalën tek disa mira antarë të saj dhe ti je izoluar. Ti ke bërë punë. Dhe më hall kur dalësh ti nuk do të të njohin për atë që je. Por do të thonë, po, dynjaja flasin për ty. Po këta nuk janë dynjaja, janë 1000 antarë, 500 antarë, 100 antarë dhe një partie. Por sigurisht që grupi kompakt, i cilës do parti, është shumë i fortë se një individ, sa do i fortë jetë individi. Pse lindin grupet kriminale? Pse kryojnë grupet kriminale? Se ju jeni malësi dhe ju thoni, s'ka trima në malësia për jo. Por fakti njështë është ka. Thoni, qatë doni ju, për e vëndash që ka. Ty më ndaja. Ka. Por grupet kriminale kryojnë, sepse kryojnë grupe kompakte. Po u bën 2 veta, po u bën 5 veta bashkë, për ballë individit, e mësit. Këtë bëjnë dhe partitë. Por partitë kanë një fuqi më të madhe se grupet kriminale. Se partitë nuk kanë 5 veta, nuk kanë 10 veta, nuk kanë 20 veta. Po kanë 500 antarë, kanë 1000 antarë. E mëtë mërë individin partia. Dhe një gjë të tmerrshme që ka bërë komunizmi, ishte se Adolf Hitleri ka thënë një shprehje fantastike.
Adolf Hitleri ka thënë një shprehje fantastike, thotë, e dini çfarë mësova nga Lenini, thotë? Nga Lenini mësova se mbledhja e partisë është mrekullia e kohëve moderne, thotë Adolf Hitleri. Sepse thotë aty, thotë, Marangozi është sekretar partie dhe i kërkon llogari shkencëtarit, dhe thotë kush jeton ai shkencëtari. I thyu dhëmët shkencëtarit, inxhinierit, mësuesit, profesorit, akademikut. Aty ai Farktari apo Kovaçi ndiej më i fortë para poetit, para filozofit, në mbledhjen e partisë. A nuk e vini re që ne këto simptoma i vuajmë edhe sot e kësaj dite? Sot të mytej, jam antar partido kanë kontributot se kanë bërë protesta, kanë gjytë me Molotov. Pritmë një sekundë, se çështjet janë pak më ndryshe. Shoqëritë zhvillohen me mendje, jo me muskuj. Me muskuj punohet. Mendja zhvillohet. Nëse ne do t'i mbysim të gjithë zërat e atyre që mendojnë, ku do shkojmë? Edhe më keq. Tani, për ta lejuar pastaj që flet edhe në pyetje përgjigje, do t'ju them që unë vetë kam një thirrje që besoj shkon përtej të sotmes. Unë kam një merak shumë të madh. Dhe ju a them shumë sinqerisht të gjë. Dhe një nga arsyet pse kam shkruar këtë libër është se kam një merak shumë të madh dhe duhet të bie këmbanave, duhet të bie gongut për çdo shqiptar. Atë që nuk e bën 2000 vite, 3000 vite, atë që nuk e bën 10 pushtime, sondime të huaja, atë që nuk e bën shërbime sekrete të huaja, atë që nuk e bën UDB-ja dhe Asfalia, Sorosi dhe Kuniu dhe gjithë farsoj prodhimesh dhe prurjesh të huaja ku, unë kam frikë se jemi në një moment që po ja bëjmë vetes. Vetëm mendojni pak statistikisht. Unë jam ekonomist në profesion. Unë jam pedagog vallën ekonomist. Shqipëria tani ka arritur në nivelin e 820.000 pensionistë. Pra, dhe probabiliteti është që në 4 vjet të ardhshme do të bëhemi 900.000 dhe avash do bëhemi 1 milion. Ndërkohë, sipas Cezusit, po marrim shifrat, jo atë që thuhet, që edhe shifrat janë dramatike, se nuk e di pse ne duam vetëm të egzagjerojmë, janë 2.4 milion shqiptarë. Me 2.4 milion shqiptarë, 820.000 janë pensionistë. 1 milion njerëz ke në gjendje pune, se 50 janë fëmijë. Po ata fëmijë po rriten me ndjesim për më rrëru nga vendi. Ky vend përveç se pos brazët, ka 2 fenomene ky vend. Se gjithë flasin për shpopullimin, po ka 2 fenomene që po ndodhin në vend. Po, ka shpopullim, po ka dhe një gjë më të keq se shpopullim. Ka kapitullim. Ne po kapitullojmë këtu. Askush nuk po vet për kapitullimin e brendshëm. Është një zotëri aty që është shumë i mençur dhe unë dua fort dhe ju besoj e njihni shumë mirë. Ai më ka thënë një gjë që më ngjerë mendjen. Ka pat 54.000 banor. Marsi e madhe. Apo Xholi? Sakt. Aq pas. Ka 18.000 zotë. Pak më pak se. Edhe më pak se 18.000. Atje më tha një batut që më ngjerë mendjen. Tani tha, nëse dikur tha luanin të rinj, tha në Calceto, tha, ishte plot Petri Marsia, tha, dhe kishte Calceto që luanin, tani Calceto kanë përfunduar në partigje makinash. Shumë e vërtetë. Kjo po ndodh në çdo qytet të Shqipërisë. Por e dini që kjo nuk është fundi. Kjo është 8 pjeta. Ka edhe më keq se kaq. Sepse brezi i ri që po rritet, e tha profesor Flashi shumë drejt, po rritet për një kulturë e cila nuk e ka më pikë interesi identitetit. Ne duam të përkufizojmë identitetin,
por brezi i ri po rritet me Big Brotherin. Po bëhet garë në Big Brother për me marrë ca klikime dhe për me dalë fitus se cili burri më bukur. Thoshte Adon Zakoçajupi, në Stamboll mos vafsha kur, atje shkon burri me burr, tani thon mos shiko Big Brother kur, se atje shkon burri me burr. Big Brother i katastrofë, por puthen katastrofë. Rrjetet sociale, kë kanë vi pa rrjetet sociale? TikToku, Klaperi, Instagrami, Facebooku, kush janë vipat? Njerëzit më banal, më ordiner, më të shëmtuar, më ignorant, më të paditur. Njerëz që bëjnë garë kush thot sharjet më banale dhe kush bën likësit më të mëdha online. Unë për vete, po them, kam dëgjuar djalin tim dje që po fliste me shokët e tij dhe po përdori një fjalë megaluks. Shikoni pak sa e thjeshtë është, sepse fjalët janë rëndësishme. Dhe them, babi them, ma shpjego pak, ku e ke dëgjuar këtë fjalë? Po e thot gjithë rinia. Po këtë fjalë e thot një personazh ata të TikTokut, Kozaku. Tani imagjinoni pak, pra Kozaku tani po bëhet formësues, nëse ne jemi një brez që na ka formësuar Ismail Kadareja. Kemi mësuar fjalë nga Ismail Kadareja. Kemi mësuar fjalë nga Gjergj Fishta. Kemi mësuar fjalë nga Andrej Njeda. Nga Dritur Agolli sot na mëson Kozaku. Kuptoni ku po shkojmë? Pra gjua e brezit të ri po formësohet nga pjesa më e dhunshme dhe më e lumshme e shoqërisë shqiptare. Sepse është shumë durmja dhe më moderne. Ajo është moderne, por ajo dhe inkurajohet. Se nuk duhet me politikë, po inkurajohet se ai njeriu që thotë ne nuk shesim 900 kg, po më thonë zyrtarë një partie, fushat në një partie elektorale. Dhe del kryeministri i vendit krah për krah. Tani më falë, s'do të me politikë, po tani edhe modelet do që përgjegjësi kjo punë. Se ti mund të duash vota sa të duash, por që duhet marrësh pak përgjegjësi, por çfarë modeli për më vonë brezit. Po vazhdo me stresin dhe nojzi. Më fali, po kush do të dëgjojë më Hilmi Kurtin? Kush do të dëgjojë më Arjan Gartini? Kush do të dëgjojë më Flash Fandi? Kush do të dëgjojë më njerëzit që dinë në të vend? Kush do të dëgjojë më sot fjalën e të ndritur, të ditur, të shkolluar? Sepse suksesi po shkon aty tek personazhet groteske, tek personazhet brutale dhe banale njëkohësisht. E quar Hannah Arendt, banaliteti i skeqjes. Dhe mos harroni se ajo thot një gjë shumë interesante, thot, bëj një gabim njerëzit që thonë që e keqja është radikale. Nuk është e keqja radikale, e keqja është ekstreme ose ekstremiste, sepse është jashtë nesh. E mira është radikale, thot Hannah Arendt. Por di çfarë ka ndodhur ne? Ne nuk shohim rrënjët brenda vetes, që janë e mira. Ne shohim qoshet, zgëqet dhe majat dhe kulmet e të jashtmes. Prandaj shohim kaq shumë ekstremizëm, kaq shumë fanatizëm, se ne ushqemi nga e jashtmja dhe nuk shohim brenda nesh. Ky gonë kërkon që ne shqiptarët të bëjmë një marrëveshje të madhe të gjithë bashkë. Një marrëveshje mbi cilën të ripërkufizojmë identitetin tonë. Të qartësojmë çfarë është shqiptar. E parë. E dyta, të krijojmë një ne të përbashkët. Të krijojmë një ne të përbashkët, sepse ne kemi shumë unë. I vetmi rast kur ne bëhemi ne është kur na thret partia ose rrallë. S'ka ne. Jemi shumë të veçuar, jemi shumë të vështirë për me u bashkë organizu. Por kufizimi i identitetit dhe ndërtimi i një ne i qëllimit përbashkët, në fund librit unë kam folur se si ne mund të arrijmë bashkimin kombëtar për shkak. Keni vënë ju se si liderët shqiptar
shpeshherë e kafshojnë gjuhë dhe thonë, po bashkimi nuk ka rëndësi sepse ne do bashkohemi në Europë, se Europa pra krijojmë këto histori që tregojnë që ne jemi thjesht të pavë dhe nuk kemi këllë që të negociojmë interesin tonë kombëtar. As më shumë dhe as më pak. Por edhe kur u bashkuan Gjermanit nga Bismarcku, edhe kur u bashkuan Gjermanit nga Helmut Kohli, edhe kur u bashkua Italia, e dini kush ishte gjë që i bashkonte më së shumti dhe që i dha mundësi pastaj edhe veprës historike? Ishte fakti që asnjëherë asnjë politikan, as gjerman, as italian, asnjëherë, asnjë kohë, dhe asnjë akademik, dhe asnjë intelektual nuk rresh në historinë. Aspirata jonë është për bashkim, aspirata jonë është për bashkim. Por e ti nuk po merr pushkën, nuk po krijon ushtrime marr kufi. Këtu s'ka që të ndaloj ty, as Gjermani, as Anglezi, as Amerikani me thënë, po, mor është aspirat bashkimi kombëtar. Po si do ndërtojmë ne për kufizimin tonë si shqiptar? Në qoftë se ne nuk kemi spaku minimalisht një hartë identitare të qartë me qëllim përbashkët, se ja ku e kemi sot në Kosovë. Çdo ditë më tepër po fuqizohet koncepti i kosovarizmit. Ka dalë intelektual që një dreqe di se ku i di shërbej, që flasin e më ka ardhur koha me ndërtu komin kosovar, thonë ata. Çfarë na duhet Shqipëria, thonë? Çfarë ka Shqipëria, thonë? Na duhet Kosova dhe kosovarit, thonë. Ndërkohë që Adem Jashari, që është në themel me gjakun e tij dhe familjarëve të tij, në themel të kësaj pavarësie të Kosovës. Nuk e dha jetën, as ai dhe as 54 anëtarët e familjes së tij, dhe as një hero i UÇK-s, dhe as një hero në qindra vite histori shqiptare, nuk ka dhënë jetën ata për coptim. Kosova këtej, Malizia ndej, Maqedonia ndej dhe Shqipëria veç. Gjaku i çdo heroi ka qenë për hartën e përbashkët identitare. Dhe në nderim të atij gjaku, ne duhet të rindërtojmë hartën tonë të përbashkët identitare. Dhe duhet të mos ngurojmë, madje ta shpalosim. Por mua, shqiptarët do tregoheshin shumë të zgjuar dhe liderët politikë nëse edhe në Perëndim do e paraqesin tezën e bashkimit kombëtar shqiptarëve si teza përfundimtare që garanton paqen në Ballkan. Por sa kohë shqiptarët nuk jetojnë në një shtet, nuk ka për patur paqe në Ballkan. Le ta bëjnë si duam. Le ta bëjnë si duam. Sepse thirrja dhe pushtrimi i të parëve, pushtrimi i varreve dhe i gjakut, i prindërve, por dhe aty i nullave që ne i kanë zhdukur, do ta mbajnë konfliktin gjatë. Edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, nëse duan paqe, duhet ta ushqejnë se s'bën aspiratën e shqiptarëve, sepse vetëm shqiptarët e bashkuar garantojnë paqen në Ballkan. Serbia do të jetë gjithmonë shteti më i fortë, nëse shqiptarët do të jenë dobët. Greqia do të jetë gjithmonë shteti më i fortë aty në jug, nëse shqiptarët do të jenë dobët. E i vetë një shtet që mund të krijojë balans, krijojë premisën e një paqe të qëndrueshme është Shqipëria, por do vizion. Po jo Shqipëria kaq sa është. Shqipëria e bashkuar. Unë e kam testuar, e kam folur në departament shtetit të ide. Po kanonore, keni menduar ndonjëherë që në Ballkan nuk ka paqe se keni ndarë dhe keni coptuar shqiptarët? A e keni menduar ndonjëherë që mënyra për të ndërtuar një paqe të qëndrueshme është bashkimi i shqiptarëve? Pa luftë, s'ka nevojë të bëjmë luftë. Lufta do bën. Tani duhet të ndërtojmë ekonomi, kulturë, projekt përbashkët dhe strategji. Dhe ajo që quhet pastaj diplomaci e vazhdueshme në të gjitha nivelet, diplomaci politike, shtetërore, por dhe diplomaci publike. Se dhe Perëndimi duhet ta kuptojë që kjo ide dhe kjo ëndra jone e bashkimit kombëtar nuk është një ëndër që do e fusë botën në një luftë të re. Jo, është një ëndër që faktikisht do i garantojë botës një paqe të vazhdueshme paktën në Ballkan. Pra çështja është si ofrojmë ne, a negociojmë ne, a kemi negociator të zotë ne për çështjet tona, për aspiratat tona, a kemi ne projekte, kemi njerëz ne që mendojnë? Pse nuk i thrasin gjithë ta njerëz, pse nuk i thrasin ju? Si është e mundur që boton një libër, po diskutoni me Gendin, ish kryeministri francez, boton një libër Villepin. Boton një libër ku ai një vizion se si mund të sillet Franca në të kohët moderne, ku po ndryshon gjithçka.
Dhe sa boton librin Vilpeni, me një retrasin në komisionet parlamentare dhe pyesin deputetët. Zotëri, çfarë ke dashur poshtë këtë ide? Çfarë ke dashur poshtë? Jo duke kërkuar llogari, por duke dashur që të mësojnë nga këto ide. Në Shqipëri, librat e lulet i han gomerët. Kështu që faleminderit. Jam i gatshëm për çdo pyetje, për gjithçka. Për gjithçka. Duke falenderuar autorin e librit, zotin Arjan Kaldini, me të vërtet duke dëgjuar fjalimin e tij kaq domethënës, unë po mendoja me vete se si presi jonë me të vërtet jemi futur në atë botën internetit dhe kemi harruar të lexojmë për historinë tonë, të hulumtojmë më shumë, edhe përse kemi lexuar nga gjyshërit, nga prindërit, por prapë se prapë kemi shumë për të mësuar, për të lexuar. Dhe unë për vete e dashuroj shkrimin, lexoj, shkruaj edhe vetë, dhe me të vërtet me zi pres ta lexoj librin tuaj deri në fund. Bravo. Tani kaloj në një moment tjetër ku do ftoj profesor Sulejman Dulin për një fjalë përshëndetje pashto. Nëse mund të afroheni. Profesor, vajte profesor.